Përshëndetje të nderuar shikues, jemi duke në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Ksamili po përjeton rritje të ndjeshme turistësh këtë pranverë duke u quajtur gjithnjë më shpesh Maldivet e Shqipërisë. Vizitor nga gjithë bota shprehen të maknitur nga uji kristal, qetësia dhe natyra e paprekur. Çifte turistësh thonë se Ksamili është destinacion ideal jashtë sezonit, ndërsa bizneset lokale raportojnë rezervime në rritje dhe interes të vazhdueshëm për zonën. Kanceri i pulmonit është një nga llojet e kancerit më të shpeshtë dhe më agresiv në botë. Në rajonin e Gjirokastrës regjistrojnë rreth 30 pacientë të prekur nga kjo sëmundje, ku mosha mesatare e pacientëve është 70 vjeç. Mjekët rekomandojnë kontrolle të paktën pas moshës 50 vjeçare. Ka marrë pjesë në qindra operacione shpëtimi, shuarje zjarresh dhe menaxhim emergjencar si pjesë e stacionit zjarfikës të Gjirokastrës. Hari Kashau, prej afro 2 dekadash, e ushtron këtë profesion me dashuri dhe përkushtim, përvojë që e përcjell edhe sot tek brezat e rinj. Luftëtari ka marrë një fitore të rëndësishme në shtëpinë ndaj Pogradecit. Buzin triumfuan me rezultat bindës duke mbajtur gjallë shpresat për mbijetesë në kategorinë e parë. Megjithatë, fati i sezonit do të vendoset këtë fundjavë, ku luftëtari do të përballet me Sopotin e Librazhdit në një ndeshje vendimtare 90 minutëshe. Ju njohim tani më gjerësisht. Ksamili po përjeton rritje të ndjeshme turistësh këtë pranverë, duke u quajtur gjithnjë më shpesh Maldivet e Shqipërisë. Vizitor nga gjithë bota shprehen të maknitur nga uji kristal, qetësia dhe natyra e paprekur. Çifte turistësh thonë se Ksamili është destinacion ideal jashtë sezonit, ndërsa bizneset lokale raportojnë rezervime në rritje dhe interes të vazhdueshëm për zonën. Ksamili këtë pranverë është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj. Plazhet me ujërat kristal të pastër, natyra e qetë dhe mikpritja vendase kanë tërhequr vizitor nga e gjithë bota. Edhe jashtë sezonit të verës, zona po përjeton një rritje të dukshme të interesit. Është një vend jashtëzakonisht i bukur dhe shumë i qetë. Ndaj po e vizitojmë në pranverë sepse nuk ka fluks të lartë. Na kanë bërë shumë përshtypje ujërat e kristalta dhe natyra përreth, që është vërtet e paprekur dhe relaksuese. Sinqerisht, nuk e prisnim të gjenim një destinacion kaq të mrekullueshëm. Atmosfera këtu është shumë e qetë dhe të jep mundësinë të çlodhesh dhe të shijosh çdo moment. Qetësia e pranverës dhe natyra e paprekur e bëjnë Ksamilin një zgjedhje ideale për ata që kërkojnë relaks dhe bukurinë natyrore. Shëtitjet përgjatë Bregdetit dhe pamjet e ishujve të vegjël krijojnë një eksperiencë të veçantë për vizitorët, duke e kthyer këtë zonë në një vend të preferuar për pushime të qeta. Po e shijojmë shumë qëndrimin tonë në Ksamil. Çdo ditë është një eksperiencë e re për ne dhe ndihemi shumë mirë që zgjodhëm ta vizitojmë këtë vend. Pa asnjë dyshim do ta rekomandonim Ksamilin tek miqtë dhe familjarët tanë. Është një vend ideal për çdo që kërkon pushime të qeta, natyrë të bukur dhe një përvojë ndryshe. Bizneset lokale raportojnë një numër në rritje rezervimesh, ndërsa turistët shprehen të maknitur nga bukuria natyrore dhe çmimet relativisht të përballueshme. Në Kalan e Borshit vijojnë punimet restauruese që fokusohen në përforcimin e shkëmbit, stabilizimin e shpatit dhe përmirësimin e rrugës hyrëse për vizitorët. Ministri Blendi Gonxha inspektoi procesin duke theksuar vlerën në 2500 vjeçare të monumentit dhe kompleksitetin e ndërhyrjes. Restaurimi i mureve, bedenave dhe xhamis po shoqërohet edhe me zbulime të reja arkeologjike që pasurojnë historinë e sitit. Punimet restauruese në Kalan e Borshit po avancojnë me ritme të qëndrueshme prej disa muajsh, duke u fokusuar në sigurinë afatgjatë të monumentit dhe në ruajtjen e vlerave të tij historike. Specialistët janë angazhuar në përforcimin e masivit shkëmbor mbi të cilin ngrihet xhamia, një zonë tepër e ndjeshme për shkak të erozionit dhe lëvizjeve natyrore të terrenit. Paralelisht po kryhet edhe stabilizimi i shpatit kryesor për të garantuar një qarkullim të sigurt për vizitorët, si dhe ndërhyrje përmirësuese në rrugën hyrëse të Kalas, që prej vitesh paraqiste vështirësi aksesimi. Këto punime u inspektuan nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, i cili theksoi rëndësinë historike dhe kulturore të sitit, si dhe nevojën për ndërhyrje të kujdesshme dhe të thelluar. Duhet ta kuptojmë që nuk është fjala për një projekt do si do, që këtu bëhet fjalë për një edhe nga pikpamja e kontraktorit dhe pikpamja e kontratës, pra një kontratë shumë
delikate, me shumë licenca dhe eksperiencë restaurimi. Këtu ka qenë nevojshme të kemi shumë ekspertizë, me qenë se është kaq i rrallë dhe i vështirë dhe i komplikuar si proces. Ne kemi ekipin e ekspertëve të konservuesve, të cilët merren me konservimin e kulturave murale, që janë brenda në xhami. Punë mbarë gjithë, e dira stoike, nuk e lëshove atë që doje të bëje gjithmonë. Po. Bravo. Me ca sfida të vështira si borshi për shembull, kjo është një sfidë të rëndë. Por ja vlen që Në fund arriti dita se vërtet kisha shumë nevojë dhe kisha arritur me një degradim shumë të madh. Gjatë gërmimeve sondazhe arkeologjike, ne kemi gjetë një numër shumë të lartë banesash, të cilat variojnë nga 1 deri në 2 kate, të cilat në disa 3 prej tyre kanë edhe stera uji. Që ka dalë në dritë komplet totalisht dhe ndërkohë njerëzit nuk e dinë këtë gjë, prandaj edhe ne jemi këtu sot dhe bëmi një inspektim që nuk është vetëm teknik, por është edhe promovues, por që nga jashtëzakonshme tani Pervin e kupton vetë nga vepamja e bashkisë çfarë rëndësie ka kjo për turizmin dhe për aksesibilitetin e atyre që duhet vinë këtu në momentin që pushojnë në Imar apo kudo në Shqipëri, nëse është e mundur, pra kemi poshtë nevojë për parkim, kemi nevojë për një sistem me bagi, ndoshta elektrike se malorja është shumë e fortë, për të ndihmuar ata që janë më të moshuar ose me fëmijë, dhe duhet bëjmë gjithçka mundemi që ta bëjmë të aksesueshme. Nuk duhet të harrojmë edhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit për punën e shkëlqyer që bën, që është një nga zbatuesit më të mirë në Republikë. Duhet ta përmendim edhe rëndësinë që fondi po i jep këtyre projekteve dhe duhet vazhdojmë me këtë rrugë. Projekti po zbatohet nga Cultural Heritage Without Borders Albania në monitorimin e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë dhe financohet nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Ndërhyrja aktuale është një nga më të vështirat në këtë rajon, pasi sfidat nisin që nga vetë rruga e ngushtë që ngjitet drejt Kalas, deri tek përforcimi i shkëmbit mbi të cilin mbështetet xhamia historike, po ashtu po kryen stabilizime strukturore në disa prej segmenteve të mureve, që prej kohësh kishin pësuar dëmtime serioze. Këto ndërhyrje synojnë që Kalaja e Borshit të kthehet në një destinacion edhe më të sigurt, më të aksesueshëm dhe më tërheqës për vizitorët, duke ruajtur historinë mira vjeçare që ajo mbart. 8 vite më parë, Parku Natyror Zagori u shpallë zonë e mbrojtur. Ky park mbetet një nga thesarët më të veçantë natyror dhe turistik në qarkun e Gjirokastrës. Nga pyet dhe kullotat e burimet ujore dhe traditat që bashkëtojnë me natyrën, Parku Natyror Zagori përfaqëson një territor të pasur në biodiversitet dhe peizazhe unike. Sipas Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Parku Natyror Zagori shtrihet mes vargmaleve të Nemoçkës, Lunxhërisë, Shëndëllisë, Buretos, Trebeshinës dhe Dhëmbelit, duke përfshirë një territor me peizazhe malore karakteristike dhe biodiversitet të pasur. Kjo zonë mbetet një nga destinacionet më të vizituara në jug të vendit dhe një hapësirë e rëndësishme për zhvillimin e turizmit natyror e të qëndrueshëm, si dhe për ruajtjen e ekosistemeve të brishta malore. Si zonë pilote e projektit të qeverisë dhe EU4Nature, mbështetja përqendrohet në forcimin e menaxhimit të parkut përmes përgatitjes së planit të menaxhimit, rritjes së njohurive mbi vlerat natyrore dhe fuqizimit të kapaciteteve institucionale për një administrim më efektiv dhe të qëndrueshëm. Ekspertët vlerësojnë se Zagoria nuk është vetëm një zonë e mbrojtur, por dhe një investim afatgjat për natyrën dhe komunitetet lokale me potencial të lartë për turizëm ekologjik dhe aktivitete në natyrë. Florën e pasurojnë speciet endemike dhe subendemike si solenante e Shqipërisë dhe brevi, të cilat dëshmojnë për veçantinë gjeologjike dhe ekologjike të zonës. Po ashtu, bimë të tjera me status të rrezikuar, si çaji i malit dhe dëllinja, e bëjnë parkun një vatër të biodiversitetit unik. Me faunën karizmatike, peshqit endemik dhe florën e veçantë, Parku Natyror i Zagorisht është një thesar i gjallë i biodiversitetit shqiptar dhe një zonë kyç për ruajtjen e specieve të rrezikuara në shkallë rajonale dhe globale.
Eri Shehaj rikonfirmohet kryetari i degës Partisë Demokratike e Gjirokastër. Procesi zgjedhor në degën e Partisë Demokratike të Gjirokastrës ka përfunduar gjatë orëve të mbrëmjes së të dielës, ku demokratët janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur drejtuesin e ri. Në garë të hapur dhe me pjesëmarrje të kënaqshme, Eri Shehaj është rikonfirmuar në krye të degës me 221 vota. Sekretari i degës Daniel Sino e vlerësoi procesin si të qetë, transparent dhe pas një incident, duke e cilësuar një shembull pozitiv për demokratët e qytetit. Ndjekim deklaratën e zotit Sino. Përshëndetje. Siç dhe dihet, sot është zhvilluar procesi zgjedhor për kreun e ri të degës së Partisë Demokratike e Gjirokastër. Procesi i votimit nisi në orën 9 dhe ka përfunduar në orën 19:00. Gjatë këtij harku kohor u shtruan të drejtën e tyre për të votuar 320 anëtar me të drejtë vote. Mund të them se procesi kaloi në mënyrë shembullore dhe secili votues ka votuar për kandidatin e tij të preferuar. Në përfundim, komisioni zgjedhor ka dhënë këto rezultate. Vota të pavlefshme 5, Edmond Braho 13, Agron Basha 81, Eri Shehaj 221. Rrjedhimisht rezulton të jetë Eri Shehaj, kryetari i jashtëm i Partisë Demokratike Dega Gjirokastër, rezulton të jetë zoti Eri Shehaj. Ju faleminderit. Kanceri i pulmonit është një nga llojet e kancerit më të shpesh dhe më agresiv në botë. Në rajonin e Gjirokastrës regjistrohen 30 pacientë të prekur nga kjo sëmundje, ku mosha mesatare pacientëve është 70 vjeç. Sëmundjet malinje të mushkërisë janë evidentuar në një numër prej 30 personash në qarkun e Gjirokastrës. Këto janë shifrat zyrtare që vijnë nga shërbimi i pneumologjisë në Spitalin Rajonal Omer Nishani. Sipas mjekes Ada Shehaj, pacientët janë të gjitha stadeve, por ajo që vjet re është se shumica prej tyre janë evidentuar kur sëmundja ka përparuar. Kam evidentuar një numër të lartë të patologjive malinje të mushkërisë, pra të pulmonit, me të kartelizuar aktualisht 30 pacientë të diagnostikuar. Por, këta pacientë përgjithsisht vinë në stadet e për të avancuara. Ne kemi komunikim dhe i referojmë këta pacientë për të vazhduar më tej me skemat e trajtimit në Tiranë. Këta janë pacientë të cilët janë arritur të kapet në stadet e para, të dyta dhe të treta, në të cilët ne kemi pasur mundësi dhe kirurgjie dhe kimioterapie, dhe tani vazhdojmë ndjekjen e tyre me ekzaminime laboratorike dhe i rekomandojmë dhe ndiqemi me onkologun në Tiranë. Ndërkohë që nëse kanceri i pulmonit kapet në stadet e avancuara, dhe fatkeqësisht unë këtë kam vënë re, këto raste të reja janë kapur në stadet e treta dhe të katërta, me një performancë të pacientit tepër të ulët, çka ka bërë që përgjithsisht ka ngelur në trajtim paliativ, pra nuk është e mundur që ne ta vazhdojmë atë me kimioterapi ose pra kanë ngelur në stad paliativ thjesht për të trajtuar dhimbjen apo simptomatologjitë ekstra. Kemi pasur dhe mosha të reja, kemi pasur një 48 vjeçar në fakt, i cili fatmirësisht është kapur dhe ka filluar kimioterapin tashmë në Tiranë, dhe duket se ecuria, jemi optimist për ecurinë e tij, por që mosha mesatare është diku tek 70 vjeç. Si për çdo sëmundje, ajo që rekomandohet është kapja në kokë përmes debistimit, duke shtuar kështu shanset e trajtimit dhe jetëgjatësisë. Për të gjithë pacientët me moshën mbi 50 vjeç, të cilët janë duhanpirës, duhet patjetër të bëjnë një vizitë te pneumologu. Fillohet kudo në botë skemat e depistimit me një low dose scanner për të parë dhe për të evidentuar, për ta kapur këtë patologji në stadet sa më të hershme që dhe ne të kemi mundësirat e tjera trajtimi. Sepse nëse kapet në stadet e avancuara, patjetër shkojmë drejt kimio ose shërbimit paliativ. Kanceri i pulmonit shkaktohet kryesisht nga duhani dhe ndotja ajrore. Përdorimi i duhanit është një faktor rreziku dhe rritet me numrin e cigareve që konsumohen në ditë dhe numrin e viteve të përdorimit, ndërsa ndotja e ajrit mund të rrisë rrezikun për zhvillimin e kësaj sëmundjeje, kryesisht në qytetet e zhvilluara. Në bashkinë e Sarandës, fermerët janë rikthyer intensivisht të punimit të tokës. Mbi 90% e sipërfaqes bujësore shmbjell me misër dhe foragjere dhe sezoni po paraqitet mjaft premtues. Kushtet klimatike janë optimale, ndërsa fermerët vijojnë spërkatjet dhe përgatitjet për plerim.
Në bashkinë e Sarandës mbi 90% e sipërfaqes bujqësore tashmë është e kultivuar me dy kulturat kryesore, ata të misrit dhe foragjereve. Sipas drejtorit të bujqësisë në këtë bashki Mustafa Lama, ky sezon paraqitet mjaft premtues, pasi kushtet klimatike dhe puna e fermerëve kanë qenë në favor të një prodhimi të mirë. Ai thekson se nëse kjo ecuri vijon, pritet që rendimentet të jenë të kënaqshme dhe viti bujqësor të mbyllet me sukses. Në territorin e bashkisë Sarandë, nga 2375 hektar tokë bujqësore intensive, janë mbjell mbi 2000 hektar, pra mbi 90% të sipërfaqes. Kryesisht është kultura e misrit dhe në 30% e saj një pjesë është foragjere. Kultura e misrit, sot që flasim, është 10 cm mbi tokë që përkon më së miri me kohën e mbjelljes. Sërish kemi shkuar në të njëjtat fara që kemi pasur në vazhdimsi, kryesisht dekalt apo pionier, edhe për këmbimit të ndryshme të këtyre farave, ku gjithmonë kemi marrë indicjen për rritjen e peshës të kokrës së misit edhe të madhësisë së kallirit. Ky lloj kulture që ne kultivojmë këtu në fushat e palit në Sarandë është një bim që shkon 1.5 deri në 3 metra dhe kryesisht ka 2 dhe në rast të veçantë 3 kalli për bim. Ndërkohë fermerët në teren janë të angazhuar intensivisht me punët e sezonit. Ata ndodhen aktualisht në fazën e spërkatjeve për mbrojtjen e kulturave, ndërsa shumë shpejt pritet të vijojnë edhe me hedhjen e pleut kimik, veçanërisht për kulturën e misrit. Sipas tyre deri më tani gjithçka po ecën sipas planifikimit dhe shpresat për një prodhim të mbar janë të larta. Ne tani ndodhemi në fazën e spërkatjes, kemi bërë një pjesën më të madhe të spërkatjes kundër barnave të këqija. Pastaj në fazën e dytë vazhdoj me kultivimin e misrit, që hedhim pleun kimik uren. E kemi bërë dhe një pjesë të saj, edhe pak jemi në përfundim të dyja proceseve. Ky vit duket më i mbar nga vitet e tjera, për shkak edhe të kushteve klimatike që na kanë ndihmuar si vjet, edhe bimët janë pothuajse 100%. Ecuria pozitive e deri tanishme dhe angazhimi i fermerëve japin sinjale të mira për bujqësinë në këtë zonë. Nëse kushtet atmosferike mbeten të favorshme, Saranda pritet të ketë një sezon të suksesshëm, duke garantuar prodhim cilësor. Ka marrë pjesë në qindra operacione shpëtimi, shuarje zjarresh dhe menaxhim emergjencar si pjesë e stacionit zjarfikës të Gjirokastrës. Hajri Kashau, prej afro 2 dekadash, e ushtron këtë profesion me dashuri dhe përkushtim. Përvojë që përcjell sot edhe tek brezat e rinj. Me një përvojë të pasur dhe të palodhur prej 18 vitesh në vijën e parë të emergjencave, Hajri Kasha është një nga profesionistët më të respektuar të shërbimit zjarfikës në Gjirokastër. Ai ka kushtuar pothuajse 2 dekada ruajtjes së sigurisë së qytetarëve dhe pasurive të tyre, duke u përballur me situata nga më të ndryshme dhe duke treguar gjithmonë kuraje për kushtim të lartë. Jemi përballur me shumë situata të ndryshme, me situata emergjente, me përmbytje, me zjarre masive të mëdha, me aksidente, me çdo gjë, domethënë që jemi të parët që ndërhyjmë për çdo lloj problemi që ka zjarfikësia, gatishmëria e përhershme, jemi 24 orë shërbimi i përhershëm i gatishmërisë. Dhe marrim pjesë në çdo situatë që ndodh brenda qytetit, po gjithashtu ne shkojmë dhe në rrethet e tjera, si për shembull në Delvin, kemi shkuar në Delvin, Tepelen, Dropull, mbulojmë pothuajse gjithë jugun e Shqipërisë. Kemi marrë pjesë. Cilat janë sfidat më të mëdha fizike dhe mendore me të cilat përballeni juve gjatë një operacioni shpëtimi? Po varet nga situata, për shembull nëse kemi një situatë ndërhyrje në një banesë, atje situata do parë mirë, do ndërhyrë më çik me shpejtësi, por dhe me çik problem sepse në banesa mund të ketë të moshuar, mund të ketë fëmijë brenda, mund të ketë, dhe ne duhet të kemi një kujdes shumë të madh dhe duhet të ndërhyjmë me shumë saktësi në për banesa. Pastaj edhe në për aksidente duhet të ndërhyjmë po ashtu, sepse aksidentet mund të mbeten njerëz në automjet brenda të cilët kanë dalë nga rruga ose kanë bërë aksident në 2 makina, mund të ketë brenda njerëz që të jenë të bllokuar. Edhe kështu ne duhet të ndërhyjmë me çik gjaktësi, domethënë me qetësi, sepse situata nuk pret dhe njerëzit janë të çorientuar duke kërkuar ndihmë sa më shpejt. Dhe sidomos edhe kemi dhe një problem me këtë trafikun, sepse automjetet, njerëzit, qytetarët janë me automjete nuk para
nuk i vënë shumë rëndësi shërbimit tonë dhe nuk hapin rrugën, domethënë kanë çik disa probleme që këto probleme mund t'i eliminojë policia. Për shembull, kam një mendim për shembull që policia me të dëgjuar sirenën e zjarfikses dhe me të ne e lajmërojmë të parën policinë, ajo mund të na ndihmojë shumë mirë neve për hapjen e rrugës, sepse ne më shumë vonohemi duke vajtur në për banesa, në për zjarret, në për emergjenca, dhe kështu që mund të ketë një bashkëpunim akoma më të mirë me policinë rrugore, se policinë e shtetit. Ajriu sjell përmes mikrofonit të RTS Gjirokastra edhe raste të cilat i kanë mbetur në kujtesë gjatë këtyre 2 dekadave. Kemi patur raste shumë të rënda, për shembull kemi patur një aksident në Mashkullor, që atje ishte me 3 viktima, me 2 fëmijë të vegjël, me një grua, me 13 të plagosur. Dhe neve ndërhyve me qetësi, e zgjidhëm situatën, por mundëm të ndërhyjmë, mundëm të qojmë të ikin në spital, disa të shpëtojmë, por fëmijët e vegjël nuk arritëm të shpëtonim, basi pam të gjithë të aksidentuar shumë rënd. Kemi patur dhe aksidentet të tjera, për shembull, që unë kam ndërhyrë për shembull brenda në qytetin e Gjirokastës, sepse turistat nuk i ngasin mirë makinë, nuk e drejtojnë dot mirë automjetin në këto rrugët tona, sepse këto janë shumë të vështira. Atje kam patur një vajzë që sa i preu këmër makina, edhe i kanë ndërhyrë me njëherë, do me thënë, neve ndërhymë dhe kur s'jemi në shërbimin zjarfiks. Dhe atje mundova që asaj lidha këmbën. Në një moment e kam qua në spital, do me thënë shumë shpejt, po këma asaj shpëtoj, ajo më këthye prap në... Po ishe ndërhyrja e shpejt, gjithmonë duhet ndihma e parë që duhet jetë shumë e shpejt. Gjithmonë vit për vit shërbimi zjarfiks ka ecur nga që ka qenë, ka ecur mirë, do me thënë. Edhe në qik me këto automjetet e reja, kemi marrë automjet shumë të mirë të ri, jemi përforcuar me automjete dhe ne ndaj puna tonë shumë e madhe. Ka shaflete edhe për rëndësinë që ka mbështetja e komunitetit në aksionet e tyre. Në aksionet tona komunitetit neve në ndihmon, sidomos këta përfaqësuesit e komunave, administratorët, ata duhet vetëm që të na lajmërojnë neve që në momentin e parë të kapim zjarin, ata kanë funksionojnë mirë, edhe me forca zjarfikse, me aq mundësi sa kanë, me forca vullnetare, do me thënë me aq mundësi sa kanë, por neve na kanë ndihmuar shumë, për shembull kur kemi ardhur zjarri nga Delvina në Sopot, na kanë ndihmuar shumë fshati Lazarat, kanë marrë një pjesëmarrje, ata kanë punuar 2 ditë me ne pa lëvizur, natë ditë, që neve përballuam me sukses zjarrin e Delvinës duke ardhur për Gjirokastër, dhe do bënte dëme shumë të mëdha. Por ishte një ndihmë shumë e madhe dhe unë i falenderoj dhe administratorin dhe ata djemtë që ishin vullnetar dhe nuk u kursin dhe na kanë ndihmuar shumë që ne arritëm të izolonim zjarrin në malen e Sopotit që ishte një problem shumë i madh për qytetin tonë. Si ndikon ky profesion jetën tuaj personale dhe familjare, duke marrë parasysh dhe oraret, rrezikun, të gjitha këto? Po, ky është një profesion që në radhë parë duhet ta duash, ta dashurosh këtë profesion. Ky është një profesion, si mund të themi, si ata doktorët janë human dhe neve ndërhyjmë, kemi një humanizëm shumë të madh dhe njerëzit këtu duke ardhur, duke punuar vit pas viti, ata e kuptojnë dhe e ndjejnë akoma më shumë profesionin tonë. Ne nuk kemi orar, ne jemi të gatishmërisë përhershme, ne mund të jemi dhe 2 ditë, dhe 1 javë, dhe 5 ditë, dhe 1 muaj, pa lëvizur nga stacioni, pa lëvizur nga situatat e zjarreve. Edhe kjo na është bërë dhe në qikë si rutinë që në me thonë, ne është një profesion që ka rrezikshmëri shumë të lartë. Ka rrezikshmëri se ne ndërhyjmë në për objekte, atje mund të ketë korrent, atje mund të ketë lëndë plase, do me thonë nuk dim se çfarë ka. Dhe kjo na e vështirëson çik punën. Por me gjitha të, ne kemi zjarfiks shumë të mirë me përboj të madhe, mund të them dhe më shumë nga mua, 25 vjeçare, 20 vjeçare, zjarfiksit e vjetër janë, do me thëmë, busulla edhe për këta të rinjt, që kanë mësuar shumë mirë, janë servitur shumë mirë, po dhe pjesa organizative drejtorisë zjarfikse ka funksionuar. Përveç ndërhyrjeve në teren, Ajriu shërben edhe si një mentor dhe shembull për brezat e rinj të zjarfikësve. Përvoja e tij e gjatë është një pasuri e vërtet për stacionin e zjarfikseve në Gjirokastër, duke garantuar një standard të lartë sigurie për të gjithë komunitetin.
Luftëtari ka marrë një fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Pogradesit. Bluzinj triumfuan me rezultatin bindës 3-0, duke mbajtur gjallë shpresat për mbijetesë në kategorinë e parë. Megjithatë, fati i sezonit do të vendoset këtë fundjavë kur luftëtari do të përballet me Sopotin e Librazhdit në një ndeshje vendimtare 90 minutëshe. Java e 33 e kampionatit rezervoi për luftëtarin takimin me Pogradecin, të cilin e fitoi me rezultatin e pastër 3-0. Dy ekipet zbritën në fushë me risi në formacione pasi kishin përmbushur objektivat. De Oliveira e Budo shënuan për luftëtarin në pjesën e parë, pikërisht në minutat e 28 dhe të 33. Në pjesën e dytë, dy trajnerët futën forca të reja në fushë dhe ishte minuta e 66 kur Najgolan Kolanji ullosi fitoren e Gjirokastritëve me rezultatin 3-0 ndaj liqenorëve. Po, është e vërtet, sot ishim më të qetë, pasi e këshim siguruar që javën që kaloi, e këshim siguruar play-offin, dhe çunave u kam kërkuar gjatë javës që ne ndeshjen kryesore e kemi këtë fundjavë, kemi edhe një 90 minutë, dhe aty them se do dalim fitues, që ta mbajmë Gjirokastrën në kategori të parë. Sot kisha lënë pothuajse pjesën më të madhe lojtarëve kisha lënë pushim, mbasi ishin një pjesë e lojtarëve kishte një ngarkesë të madhe këto 5-6 javët e fundit, dhe për të shmangur në dëmtim dhe për t'i freskuar më shumë i kam lënë pushim, por nuk është se ne do bëjmë ndryshime të mëdha për ndeshjen e radhës, kështu që do jetë ai 11 që kalojt këto ndeshjet e kaluara dhe duke zbatuar detyrat që ne do t'i ngarkojmë, themi se do t'a kalojmë me sukses në ndeshjen. Ne i njohim shumë pak të dija këto ekipet, nuk e dim se kush mund të dalin finale, po nuk ka rëndësi fare për ne se kush do jetë, në fushë asjanë se do jetë, ne do të tregojmë veten tonë dhe kështu që them se do t'a kalojmë me sukses të një ndeshje. Kaluam 4 javë dhimbje, që këtu në Gjirokastër kishte pllakosur heshtja. Në momentin që gjithë njerëzit tonin që Gjirokastra ka dalë nga kategoria, ne e kthyem, patëm forcë dhe kurajë e kthyem dhe arritëm këtu. Do me thënë, nuk mund ta lëm që të na iki kjo nga duart për një ndeshje. Të fundjavë, luftëtari do të ndeshet me Sopotin, takim i vlefshëm për play-outin. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.